Kurioze jam për shijen. Manuka huni. Mjalti manuka, që nga vetë emri, ky mjalt është shumë special sepse bëhet nga bima, lulja, manuka, e cila rritet në Zelandën e Re dhe pjesërisht në Australi, qofsha gabim. Cutat 100% manuka hunish, 100% mjalt manuka, prodhohet në Gjermani nga firma Bidrock, dhe njihet për vetit e tij shumë të fuqishme antibakteriale. Vjen si mjalt regular, domethënë mjalti normal që jemi mësuar ne, por ka një ndryshim. Ka një shije pak më ndryshe. Nuk është fiks shija e mjaltit standard. Shumë i ëmbël. Heavy, goxha i rënd. Tani ky supozohet të merret esëll, ka dhe metoda të tjera, por zakonisht sugjerohet të merret esëll një lug çaj çdo mëngjes, domethënë. Është i mirë. Nga ana e vetive antibakteriale është më i fuqishëm se mjalti normal. Është gjë bio, 100% bio. Metylglyoxal, MGO. 500 plus MGO. MGO-ja ishte kjo që tham, metylglyoxal. Me pak fjalë, sipas chatit, MGO-ja shërbeka dhe është përbërësi kryesor i manukës për veti, domethënë antibakteriale. Sa më e lartë jetë MGO-ja, aq më i fuqishëm është ai si efekt. Tjetër, përdoret për qetësim fyti, për imunitetin, domethënë për mbështetje imunitetin në mënyrë të përgjithshme, edhe disa persona thoshte çati e përdorin edhe për tretje.